Investitorët kanë angazhuar 5 studio ndërkombëtare nga më të mira në botë. 5. Janë 5. Nuk është 1. 5. Emre Arolat Architecture, studio e njohur për vepra në zona me karakter trashëgimie, është K Studio, Emre Arolat nga Turqia, K Studio nga Greqia, është studioja Big nga Danimarka, është Kengo Kuma nga Japonia, është dhe studioja Jean Nouvel nga Franca. Bashkë me këto studio, kompania ka angazhuar një grup i inxhinierësh nga më të mirët në botë dhe ka angazhuar njëkohësisht dhe inxhinierët e mjedisit që sot që po flasim tani, që flasim vazhdojnë punojnë për të paraqitur studimin mjedisor. Nuk e kemi të paraqitur akoma studimin mjedisor, e kuptoni apo jo? Domethënë lufta zhvillohet sot për sot vetëm me një gjë konkrete, me një gardh të shëmtuar skandalos me tela me gjëmba, për të cilin kompania që ka marrë përsipër këtu të bëj gardhin, do paguaj një gjop të majme. Dhe natyrisht, pastaj për ato dhunën për të cilën ajo kompania tjetër nuk do punoj më në Republikën e Shqipërisë. Në ndërkohë, keni parë që kanë ardhur investitorët. Ka ardhur dhe Zonja në Vlorë. Nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë pushime, nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë fotografi. Ka ardhur në Vlorë me të gjithë grupin e arkitektëve, të gjithë bashkë, inxhinierëve, dhe kanë bërë gjysmëdite dëgjes me profesorë të etnologjisë, me profesorë të gjeodezisë, me profesorë të historisë këtu në Shqipëri. Profesorët janë gjallë, të cilët kanë folur për të gjitha këto aspekte dhe aty një grup i madh njerëzish ka dëgjuar, ka bërë pyetje, ka marrë shënime. Në mars të 2026, pra llogariteni nga fundi 2024-s, është paraqitur një projekt krejt tjetër, i rikonceptuar me një qasje tërësisht ndryshe, projektuese, zhvillimore, mjedisore. Dhe Këshilli Kombëtar i Territorit, pra tregtarët që për emrin tim, për llogarinë time shesin Shqipërinë, nuk e kanë miratuar të gjithin ashtu siç e kanë paraqitur subjekti zhvillues, por ka vendosur kushte përsëri të shkruar, janë me shkrim, dhe kufizime konkrete për vijimin e projektit. E para, është e shkruar, projekti do të zhvillohet vetëm në prona private me titull pronësie në kadastër dhe në asnjë pronë tjetër të kontestuar ose që mund të rezultojë për momentin cop shtet. Është e shkruar. Laguna nuk preket. Është e shkruar. Dhe zhvillimi nuk mund të përfshijë marin. Është e shkruar. Kishte marin në versionin e parë. Edhe në dytin, u hoq. Dhe për marinën është kërkuar që të hartohet më pas një projekti detajuar dhe konsultim me të gjithë autoritetet përgjegjëse për mjedisin, burimet ujore, trashëgimin kulturor, infrastrukturën, dhe vetëm pasi të jetë parë projekti tjetër në